Jemi rikthyer në studio, do bëjmë diçka, nuk do ndalemi te barometri tani në pjesën e dytë, por meqense po flisnim në fund të pjesës parë për dinjitetin e shtetit, duke u referuar institucioneve, tre krerëve të tre institucioneve, Dumanit, Çelës dhe Celibashit, që kishin shkuar në ambasadën gjermane për të bërë takime dhe për të raportuar apo për të bashkëpunuar për hetimet mbi krimin zgjedhor, ndalemi pak tek dinjiteti i politikës tani, meqense vjen logjikshëm edhe kjo. Ndjekim pak një insert me gjuhën që po përdorin liderët, kryesisht është Rama në këtë rast, po me gjuhën që po dëgjohet në këtë fushatë zgjedhore. Ndjekim pak insertin. Kjo jetë këtu në këtë vend ka mësu, gjysma burrave janë normal në këtë vend, gjysma janë çyryk. I keni në Google, po ishit kurios, shkruani dy Edi Rama Nudo dhe aty. Je kryeministër, po si nuk të erdhi turp. Po si nuk të dhimë se fëmijët, po s***at. Ky ju thot fëmijëve, shikoni foto në YouTube para 15 vitesh. E nëzire tani që ke sak një kokur ulliri, jo para 15 viteve. Se për mua, kush shkon në Kënet, është gjysmak. Do më të zgjedhësh midis BE-s dhe Kënetës. Kënetën, do nuk je mirë. Politikisht, je autik, nuk je mirë. Të gjitha të goca që janë këtu, që kanë simpatizant ose të dashur që janë me bindje tjera, duhet t'i vëni kusht të do ty me status të barabart me çdo lloj të huaj, se ndryshe çdo. Pra çfarë nuk po na dëgjojnë veshët në këtë fushat? Çyryk, autik politik, megjithëse Rama më pas kërkoi ndjes, sot ishte një takim tjetër i Ramës ku i drejtohej të pranishmëve Zogu, Zoçka, ku e ke mendjen më dëgjon etj etj. Pra ka shumë gjyra në të paktën në diskursin publik të liderëve. Rama, Manjan, çfarë lloj fushate është kjo? Si të duket një? Një fushat e pazakon, më thonë drejtën. Se mbyllën TikTokun, e thash pak në hyrjen time. Mbyllën TikTokun për gjuhën bullizuese, po na e kanë kthyer. E vërtet është. Në një TikTok të madh këtë fushat. E vërtet, po ndoshta edhe TikToku ka qenë ngar, ka qenë një mjet që prishte punë. Prishte punë. Për të bërë eksakt këtë lloj fushate. Kështu që mund të jetë edhe kjo. Mund të jenë gjitha mund të bëjmë çdo gjë. Sigurisht që është diçka që nuk na është mësuar veshi në periudha zgjedhore. Është diçka e zgjedhur, për mendimin tim e zgjedhur, e ka zgjedhur, është diçka që e ka diktuar. Nuk se Ramës i shpëtojnë këto batuta. I dalin nga nervozizmi, nga fakti që se ka situatën në kontroll, është nervoz etj. Pra i ka të mirë studiuara. I ka të mirë menduara, të mirë analizuara, ndoshta edhe të matura. Çfarë fiton? Atë e di ai, është llogaria e tij, por do të dalim me këtë. Fakti është që të gjithë njerëzit merren me çfarë thot ai dhe jo me çfarë si duhet komunikojnë me shqiptarët për çështjet e zgjedhjeve. Dhe kur thënë të tjerët, pra po shmanget ka qeverisje 12 viteve, ka dhënë një llogari. Atë s'ka dhënë, edhe 21 nuk është se dha llogaria i çfarë bëri për 8 vitet e shkuara. Ti me realist. Po kjo s'do të thotë që s'do duhet ta jepte tani apo? Jo, s'm kuptove. E kam fjalën që këtë ka strategji të përdorur edhe më parë. Okej. Atë që s'kishte përdorur ishte eksakt ky lloj, pra shmangja e vëmendjes nga çështje serioze politike dhe elektorale për të marrë me çështje të karakterit, me çështje të veseve njerëzore apo me çështje të qoftë me fjalor erotik për të marrë vëmendjen dhe ja ka arritur kësaj gjëje. Pra fakti është që opinioni dhe më së shumti edhe mirë, vëmendjen e merr, po a e dëmton? A mund ta dëmtoj? Tani unë nuk besoj që shiko, Ramës mund t'i nxirret kartela mjekësore, por nuk besoj që është budalla. Njeriu mund të jetë edhe i smur pse çik, po jo budalla. Okej. Në këtë pikë them që nuk besoj të ketë rrjedh deri në këtë pikë që ku do të del tani për të humbur zgjedhjet. Se ka edhe konspiracionistë që thonë, me iku ky se shive ja s'ka çfarë thot. Ai në fakt për këtë e bën që të marrë vëmendje dhe të krijojë një ide që ky është i mbaruar etj dhe kur del një javë para zgjedhjeve me atë letrën atje kaq mandate do marr. E kupton? Janë lojra, janë strategjira që mendoj që ashtu e ka ndërtuar ai fushatën. Iliaza kishte një shkrim shumë interesant, fakt më e shpjegon vetë idenë e tij,
Po, eksakt për fushatën, për pjesën karakteriale, për përdorjen e këtyre elementve, që nuk e di, mund t'jetë interesant, mund t'jetë fatale, s'di ta them, po... Iliazaj, të dëgjoj dhe mendimin e Iliazaj, se pastaj do kaloj tek pyetja që duke qenë se dhe opozita duket sikur ka rënë pak në kurfin e retorikës së Ramës. A do duhet ta shmangte, do ishte më mirë ta shmangte apo të merret me këtë? Duhet kuptojmë një gjë, kjo lloj gjuhe dhe kjo lloj fushate nuk është se është vetëm fenomen shqiptar, drejt me thënë. Është fenomen edhe i politikës jashtë. Sigurisht në Shqipëri ka disa eksese dhe egzagjerime, por që është fenomen. Politikanët jashtë burrat e tyre çyret? Prit, duhet kuptojmë. Jo, nuk e quajnë, po i quajnë gjëra tjetër. Për shembull, Donald Trump e quante Sleepy Joe, për shembull. Është i rrjedhur, i thoshte Joe Biden. Ose për ato femra që thonë grab them from the pussy. Gjumasht se e bullizonte. Të njëjtën gjë po bën dhe Rama, bullizon kundërshtarin politik. Çfarë i thot Berishës? Bufi, mosha, këneta, pra Rama po përdor komplet një gjuhë bullizuese në fushat të stilit trumpist. Shikoni fushatën e Trumpit në Amerikë, me disa diferenca patjetër, por e vetmja gjë, një nga gjërat kryesore që bënte Trumpi në Amerikë ishte që bullizonte kundërshtarin dhe luante shumë me karakterin e tij, besueshmërinë e tij. Ç'a bënte Edi Rama? Çfarë thot Rama? Vetëm me mua shkoni në be. Pra e personalizon fushatën, mua duhet beson. Ose kur thotë, imagjinoni ju Berishën të shkojnë në be. Çfarë është kjo? Kjo është të luash me karakterin dhe me besueshmërinë e politikanit. Pse? Sepse sot, fatkeqësisht, rrjetet sociale e kanë bërë këtë, nuk garojnë më politikan klasik, garojnë personazhe. Rrjetet sociale e kanë vrarë debatin demokratik, e kanë groposur, nuk ekziston më. Pse? Sepse politikanët krijojnë raporte direkt me popullin dhe asnjë nuk i duhet. Keni parë ju ka më debate këtu? Jo debate jo, po Rama ka marrë një vendim. Po nuk e ka vrarë, rrjetet sociale e kanë vrarë debatin demokratik dhe kjo është nuk është vetëm vrarje nga rrjetet sociale. Po e ka vrarë vetë kryeministri i parë kanë zhdukur trupat e ndërmjetëm, media, shoqëria civile, e tjera, që konsiderohet pjesa më kompetente e shoqërisë, është zhdukur nga rrjetet sociale. Ajo që pse quhet media, që qëndron në mes midis politikës dhe popullit, nuk ekziston më. Ka një raport direkt midis politikës dhe popullit. E duke qenë se është raport direkt midis politikës dhe popullit, politika nuk është më racionale, është emocionale. Lidhjet e popullit me politikanin janë më shumë emocionale se sa të arsyeshme. Pra, pse? Sepse rrjetet sociale krijojnë këtë. Më pëlqen. Po nëse ne këtu në media do t'i kërkonim llogari politikanit, në rrjetet sociale është një çështje shumë e rëndësishme. Interaktiviteti është vetëm raporti me politikanit sot është më shumë më pëlqen ose s'më pëlqen. Pra është pëlqyeshmëria, jo arsyeja. Pra prandaj them unë garojnë personazhe, e kanë bërë rrjetet sociale, e kanë bërë raporti direkt midis politikanëve dhe popullit dhe zhdukja e trupave të ndërmjetëm që janë thelbësor për një demokraci, se është pjesa kompetente. Kjo ka ikur. E para, e dyta, çfarë është bërë nëpërmjet rrjeteve sociale dhe kjo reflektohet te fushata në Shqipëri. Shikoj, janë të rrallë politikanë dhe klasë politike të cilët edukojnë popullin. Tashmë i bien shkurt, i përshtaten popullit. Dhe kjo është një gjuhë popullore që flasin politikanë. Sidomos Rama e përdor shumë këtë. Shikoj, duhet jesh një lider me përgjegjësi të madhe që ti të arrish të orientosh shoqërinë, thjesht i përshtaten shoqërisë. Kjo po ndodh. Në këtë kuptim, themu që politika është transformuar komplet, fushatat janë transformuar komplet. Për këtë themu që kjo nuk është fenomen vetëm shqiptar, është dhe i fushatave jashtë. Sigurisht në Shqipëri është egzageruar. Do është një epokë e Rama që se njohim. Jo, po pra po, dhe më keq do bëhet, dhe këtu do jemi, dhe më keq do bëhet. Në keq raport që jeni mësuar me të shkuar. Ndoshta mund të jetë më interesante që ne se kuptojmë. Dakor, prandaj themu që arsyeja në politikë ja ka lënë vendin emocioneve, ja ka lënë vendin suggestionimit. Pse i thot Rama këto ju? E dini që të suggestionojnë masat. Çfarë i suggestionojnë? Jo ti bindi me ti suggestionoj pra të krijojë marrëdhënie dhe lidhje emocionale me ta. Që ai ka më shumë që se ka problem. Suggestionimi i masave sot është elementi kryesor që përdorin politikanë. Nuk është bindja nëpërmjet arsyes. Keni parë ju flet ndonjëherë Edi Rama për programin? Doni një provë? Çojeni tek Facebooku i Edi Ramës. Nëse edh programin e PS-s. Deri tani se ka nxjerrë, por nëse ka merr 100 like apo 200 like, nëse edh një foto ku di unë të një stim me familjen apo duke luajtur basketboll, merr 2000-3000 likes. Mi, kjo unë do të gjithë, jo vetëm me Ramën. Pikërisht pra, këtë po them. Që sot gjua e politikës më shumë se sa arsye është suggestionuese, është që të krijojë lidhje midis masës dhe politikanëve. Pse i bën Rama këto? Hapeni atje, shikoni në udhëtime, se çyryk krijon lidhje, i suggestionon turmat, krijon marrëdhënie me turmat. Kjo është në dëm të demokracisë,
Po kjo është një diskutim tjetër. Kjo është populizëm politik. Dhe këtë e kanë theksuar rrjetet sociale. Kjo është e qartë fare. E para, e dyta. Unë mendoj që jo kjo, shiko, Ela, shfaqja me shëmtuar e kësaj fushate, se po e them, nuk është ky fjalori këtu. Për mua është ajo kënga e bufit në kolonja në Ersek. Ajo më krijoi një gjë. Terama. Po, ajo më krijoi. Rama e dëgjoj me ëndje. Kishin dalë ca grati që këndonin atje kështu si shtriga. Që këndonin si shtriga atje një këngë kukuvajke a bufi. Ajo ishte shfaqje impresionuese, më krijoi një gjendje ankthi, domethënë. Ajo është shfaqja më e shëmtuar e fushatës që ka ndodhur. Ramën e kënaqi me sa. Unë kam këndvështrimin tim, po nuk e di, më krijoi një gjendje. Më impresionoja është shfaqja. Disa gra atje që këndonin në mënyrë për liderin e opozitës, duke bullizuar, duke këtë punë ka bo populli gjithmonë është populli. Po prandaj po them që janë të rrallë liderat që edukojnë shoqërinë. Ata që janë kështu i bien shkurt, i përshtaten shoqërisë dhe popullit. Kaq, kjo është historia. Dhe gjithmonë më shumë ne do kemi fushata të tilla. A është mirë kjo për Shqipërinë, a është mirë për demokracinë shqiptare? Nuk është mirë, por po e theksoj edhe një herë. Sigurisht me nota të ndryshme dhe me elemente ndryshëm, por vëni një 60%, prandaj unë kisha bërë një editorial para disa ditësh që thosha në fakt fushat trampiste po bën Edi Rama këtu, jo Berisha që ka strategjistë. Po, Berisha po bën si fushatën e demokratëve në Amerikë, me program, me liritje të drejta themelore të njeriut, me demokraci. Fushat serioze, le të them. Si demokratët në Amerikë, fushat trampiste po e bën Rama këtu. Me gjuhë bullizuese, duke bullizuar kundërshtarët, duke folur me stomak edhe jo me arsye. Dhe një nga karakteristikat që thonë strategjistët e komunikimit dhe ekspertët e komunikimit në Amerikë, është që Donald Trump flet me stomak dhe jo me arsye, në kuptimin figurativ. Kështu që, me që po flisim për atë dignitetin e politikës shqiptare dhe shtetit shqiptar, kjo shtetit, të politikës. Mirë, pra në rregull, dakor. Por, kush do fitoj nga këto fushata? Pra kjo fushata... Prit, se dalim atje. Mbetet për të parë, nuk e di. Por fakt është që Zoti Berisha po bën si fushat në demokratëve, jo si program, të lutem, se mos keq kuptojmë, si stil, si metodë të demokratëve, kurse Rama po e bën si të Trumpit. Si të Trumpit. Tani Bledi, jo, se tha Iliazaj që po suggestionon, pra me këtë mënyrë të tonë të suggestionoj njerëzit. Mos ka suggestionuar pak edhe opozitën se tërhoqi solli në vërmendje një personazh, siç është Ilir Vrenozi, një ndër aktivistët më të shquar të Partisë Demokratike, që ka bërë për çdo protest kilometra të tëra për të ardhur në Tiranë, i pranishëm kudo, po duket sikur tani u kujtuan, u desh ftesa e Ramës për një podcast që të kujtohesht edhe PD-ja vet, ishte Berisha që piu një kafe, pastaj ai mori pjesë në takimin elektoral në Korçë, pra duket sikur Rama po ja dikton edhe opozitës, po i dikton edhe simbolikat. Mos ka rënë opozita pak në kurthin e Ramës? Jo, mendoj që është Rama i cili zbërtheu vetën se si ai operon. Pra varet që do të shohësh. Unë pash këtë që do them tani. Unë pash një kryeministër i cili, kur mendon se dikush i duhet për një qëllim caktuar, qoftë edhe për një fotografi në kosh, për thonë që unë e mora dhe demokratin më të mirë Sali Berishës, çfarë bën? Para punës e merr vetë në telefon. Deri këtu nuk ka ndonjë gjë. Pjesa tjetër është më fliqur, sepse zbërthimi që i bëri telefonatës zoti Vrenozi, bashkë me dignitetin që ndoshta shumë pak e kanë përballë një oferte të tillë, se në fund fare merr kryeministri i Shqipërisë dhe dihet në një vend si Shqipëria kryeministri ta zgjidh jetën. Kupton? Dhe ai propozimin në thelb i zotit Rama ishte ky. Dhe ky është fiks për treguar dhe zoti Vrenozi shërbeu për ata që kanë sy dhe duan të shohin, për të kuptuar si funksionon kryeministri i Shqipërisë. Pra për një foto ai është i gatshëm që edhe njeriu që skalon gjë pa e sharë, literalisht, sepse atë lloj komunikimi ka zoti Vrenozi. Zoti Vrenozi nuk kandidon për das për deputet, është thjesht një votues, një nga 2.8 milion votuesi që ka Shqipëria. Kjo është vlera e tij, vetëm vlera e tij është qenurit i lirë. Dhe në lirin e tij, me qira fjala ai s'ka kursyer as Edi Ramës, po as Partisë Demokratike. Sigurisht. E kupton, po ti hapni videot, për shembull ai ka qenë një nga kritikat më të ashpër të listës. Ka padur shpërthime Vrenozi për listën e Partisë Demokratike. Është një njeri i lirë dhe çfarë bën kryeministri i shqiptarëve? E merr në telefon zotin Vrenozi dhe i lutet për një podcast. Për çfarë bën ai këtë? E bën vetëm për të thënë që këta po e braktisin Sali Berishën po vin tek mua. Deri këtu në thonjza mund duket normale. Por ajo që na zbulon Vrenozi është mënyra se si mundohet zoti Rama ti
ti joshi njerëzit. Dhe kjo pastaj kjo te kalon politikën, se kjo është kriminale. Pra e merr zotin Vernozi, i cili është njëri realisht me probleme serioze ekonomike dhe sociale, sepse përveç se ka pamundësi të mëdha financiare, në shtëpi ka dhe një motër e shkreta që vuan nga problemet shëndetësore që në lindje dhe që me cilën për kujdeset i liri. Dhe ky pikërisht e merr më hallexhiun dhe më të pamundurin. Dhe kërkon ta përdori, po thua. Për cilin nuk është kujtuar kurrë në këto 12 vite, pavarësisht se ai gjithë ka 7-8 vite që e bën pranishëm të shqetësimet, problemet ekonomike, kurrë nuk është kujtuar, ama ditën e fushatës e Dirama, nëse i duhet Ilir Vernozi, është i gatshëm ta marrë vetë në telefon, ta joshi për të thonë që po t'ishe me mua do të kisha bërë deputet listës të mbyllur, dhe Ilir Vernozi thoshte çfarë deputet do të bësh mua o zotri, unë edhe shkollën e mesme e kam marrë me. Kjo është qëllimi, po shife, këtë 5 minuta që flet për gjë, këtë ky është qëllimi i Ramës, po thon drejt. Folet 10 minuta s'të përmend. Jo, s'po ndërpresë. Do të them që ky është qëllimi i Ramës. Jo, qëllimi i Ramës është ajo që thua ti. Unë mendoj që qytetarët duhet dinë se çfarë është përpaskena. Sepse këtu ka dy mënyra komunikimi. Këtu ka një komunikim që thotë, ky është shumë pompoz, këta duan shqiptarët. Dhe kjo është relativizimi i gjës. Ndërkohë po flas për një akt më kriminal, që ndoshta duhet na shqetësojë të gjithëve. Edhe po mi më ti nuk shqetësohesh valla. Ti ke kutin 8 matis në raport me Ramën, unë kam timin. Ma le ta mbarojmë dhe pastaj diskutojmë nëse jemi apo s'jemi dakord. Dhe ç'a ndodh këtu? Dhe mos i mbaron vet, e josh hajde këtu çketi se bëjon, mbaron Rama, kush futet në lojë? Futet në lojë Gjergj Luca. Po Gjergj Luca është një nga ato gastorët e mbretit, Ramës në këtë rast, i cili në lashësi hani kockat që lindte mbreti, kurse në kohën e mbretit Edi Rama han kockat e shqiptarëve këto. Sot për shembull, para spakut protestonte me qira fjalë ke drejtësie, protestonte një zonjë, e cila thoshte, "Ore Gjergj Luca me firmën e Edi Ramës më ka marr tokat në Se shkove te Gjergj Luca tani duhet. Sepse Gjergj Luca mbasi mbaron Edi Rama telefonatën, Edi Rama nuk po e pranoni jo si përgjigje, po përdor këto obortarë dhe gastorët e oborit vetë. Që ti mbushni mendjen Vrenozit. Pra ka që e merr ky dhe i thoshte, ka që rëndësishme. Pra imagjino ku investohet kryeministri, çfarë pislliku është ky i një lideri që nga njëra ana shitet si boheme, si njeri i shtetit, nga ana tjetër për interesat e veta, ky mundohet të blejë, të cënojë dhe të shpif. Priti sekond. Se ta mbaroj këtë. Dhe mbasi mbaron, dështon vetë i thot Lucës bindet ti, merr Luca i thot Ilir Vrenozit, o Luca, hajde hami drek, hajde bëjmë dhe i sondazh unë ti dhe Syçi, se ishte edhe Syçi aty. Gastor, Syçi është ky, Ilir Demalia, se edhe ky është një nga gastorët e Edi Ramës. Pra se Edi Rama kudo që shkon, ka gastorët e vet, të cilët ta thash herë, dikur hanin kockat që linte mbreti, kurse sot han kockat e shqiptarëve, këta si Gjergj Luca. Kjo tash dhe tani këtë mënyrë pra që ti e quan kriminale të Edi Ramës. Kjo është e vërteta. Kjo është vetëm një rast kur Partia Demokratike me drejt e morët e njeriu që se praktikisht po si ishte kujtuar dhe PD-ja për këtë Vrenozin, tani që kujtuar Rama e mori dhe PD-ja në një miting, në një hapje, nxorin podium. Çdo thot kujtuar. A ka qenë Vrenozin? Çdo thot kujtuar. A mos po i caktoj unë këtu do të kuptoj, po ja caktoj Rama simbolikën edhe PD-s. Ti do të thuash pse i PD-ja nuk bën njëjtën gjë si Rama. Ta joshi dhe ajo Ilir Vrenozin, ta mbaj me lekët edhe ti premtoi botën vetëm që mos dali kundër, pse kjo është politika. Po këtë po themi pra. Ai tregoi dinjitetin e vet, sepse njëri në hall të madh, kur të merr kryeministri sigurisht që dridhen legjt e këmbëve. Ata që s'kan dinjitet, thon pritë vllajës ndoshta zgjidhje, një sekondë mbaroj. Një sekondë mbaroj, lutem. Po një sekondë mbaroj. Kurthin e komunikimit. Jo, se kupton fare, dhe që ke shkruar ti është thjesht një relativizim. Trumpisti i madh ky. Ky një maskara. S'ka lidhje fare me Trumpin sepse Trump s'ka lidhje fare. S'ka lidhje pa te pa the. Po kush ta shkruaj? Edhe shkrimin e ke bërë kështu justifikues, ta them unë. Justifikues, nuk është stil fare. Ky është një stil maskarenj. Se çfarë bën Trumpi, nuk ka është stil gjithkohë. Donald Trumpi ndërkohë që bën atë që bën të prezantonte program. Ky s'ka prezantuar asgjë më zotri. Donald Trumpi nuk thoshte vetëm unë asgjë. Trumpi nuk thoshte vetëm unë asgjë. Ky telefon shikoni mua nudo dhe një ditë pasaj ti do ta futi ke shkrimi dhe kjo është shqetësuese, se ne si thjesht vëzhgues, ne jemi të konstatues. Fjala me kërkuar në internet kush ishte? Edi Rama nudo. Pra kryeministri i Shqipërisë që dikton edhe moralin qytetarëve sepse është i parë aty. Kjo do të jetë shqetësim valla, jo analizë empirike. Është apo thosh si Trump. Po çfarë studiuesi shkencor, i studion gjithë. Me një gjë që i duket si interesante, po i fusi shkrim, edhe mbyllet detyrën se do të studion. A studim s'ke bër. Po s'ke bër pra studimin. Jam studiues. Studimin s'ke bër, asgjë s'ke bër. Po pse mo s'ke bër asgjë gjë pra. Pa dhe mi dëgjoj. Po s'ke bër pra studimin. Studim. Po çfarë element do thuash? Çfarë do më thuash? Çfarë the pra, i thej, ke shkrim, ke bër shkrim, e themi herë, të gjohet njëtën fjalë me thënë në emision tjetër. Për çfarë do të them? Po flasim për një gjë që ka ndodhur nga mbrapa, po them,
kjo gjëja Është nuk ka gjuhë lidhje bullizuse kjo Ramës apo jo? Është gjuhë bullizuse? Ç'do të mua? Kjo është gjuhë kemi tani kriminale. po pyes. Jo, kjo është gjuhë kriminale. Bullizuse është shahemi. Ama kur ti si lideri i shtetit i fton qytetarët, shohin foto porno, ndërkohë që po ti me të njëjtin moral, ke thonë që po mbyll TikTok-un sepse kjo bën avret fëmijët, po kjo ka nevojë për analizë shumë më thellë se sa thjet. Është Rama Trumpist apo s'është Trumpist? Po se bëre pra. Po nuk bëj gjykim moralist. Se të dëgjova me vëmendje nuk e bëre, po jo moralist. Nuk jam as prish ta moralist, nuk është moralist, o Ervis. Kjo është qetësuese, kjo është kriminale. Se nuk këtu del Ylli Manjani thotë, "A kjo është fushat kështu, shumë inter, po kështu është ky." Po çdo thotë ky kështu është ky. Ne po flasim për njeriu që do të pretendojë se mandat do ta shërojë si 4 vite të ardhshme. Ne këtu duket sikur ata se çuash, edhe kalojnë këtu me fjalë. Po do të jetë robi, po ka robi ndjesie me raporti që ta vajë kjo lloj fushate po vret demokracinë çastit të gerla. Nuk jemi mundësia të gjithë që t'japin më. Lutem, kur vje këtu, ka robi me fal ndjeshmërie, dhe raport me maskaraj që ka bërë. Jo, hajde bëjmë dorë gallate dhe pastaj çovi kush ka më shumë kë. Se kjo s'ka sens. Më duket se këtë gjë të thash, kjo lloj fushate, të thash po vret demokracinë, ç'të them më? Qa do të shaj, do të filloj me libër shtëpia di Ramës, po se bëj atë se s'është në teknologji. Më gjohet ta them robi shtëpi me libër shtëpi. Po mi pra në rregull në kuptim fillestit. Unë tregova një pravaskim që tregon sa shqetësuese është gjendja mendore atij që kemi kryer. Shqetësuese se sa thuash po pushtetin. Ka më shqetësuese. Tash ka hall që kalon nga opozita, shajm opozita, Ka më shqetësuese se thuash po vret demokracinë. S'kam filluar akoma, s'kam filluar akoma. Ka më shqetësuese se thuash po vret demokracinë kjo lloj fushate. Po jo më s'ka pse të gjumë, me këtë flet. Qetësohemi njerëz. S'mund të flasësh fare ti. Fol ti atë që do ti të flasun. S'do qefi. Thash unë mendoj që ti do vazhdosh ta opozitën. Ti më të studioj gjë fare të komentosh atë më. Fare 0. Zero me xhuf. Zero. Të gjithë jemi këtu bashkë. Pse duhet të them atë që mendon ti? Sa po e them atë? Thash do të vazhdosh opozitën. Ku të rekomendojem? Çfarë duhet vetë atje? Çe me gojën zotri? Jo, po ta patjetër. Mua s'u komenton ti dhe s'u komentoj zotri përderisa të publikoj. Unë çam do të tapim me thonë. Manjan të lutem ruaj etikën. Manjan problemi është unë nuk më thon mua do të çeve gojën. Unë të them ty që shkeme të kumë referendum. Manjan se po bëj moral për fjalorin e kryeministrit tani. Jo fare, thuaj çfarë duhet, sa po e them gabim. Sa po e them? Ora mund ta kem gabim, po jam ato që thua ti. S'më dikton do ti. Redi Manjan të lutem. Ke gabim atë sepse vjen vjen këtu dhe bëre relativizoni gjërat. Dua ta relativizon, do qefi. A dhe mund do qefi se kriminalët, pa gjej krimin, ma tregon krimin. Ma tregon ne. Kjo është kriminale. Ma tregon krimin. Kriminale është për skuptim. Pa kjo është opinion mirë. Nuk kemi duke nxjerrë Redi këtu Manjan të lutem. Ja, po kjo është relativizim që bën ti. Që merreni me Vrenozën dhe jam shqiptar. Tani kujtove ti për shqiptar. Po patjetër. Kujtove ti për shqiptar. Vrenozën nuk po kryeministri Manjan. Kjo është opozita. Po ai ka 5 ditë të shikoni opozita. Shikoni ku e ka fut. Edhe ka fut që të merreni me Vrenozën. Edhe ditën që Dirama thoshte, edhe ditën që Dirama thoshte, shikoj fotot e nudo ti dile thoja, shumë mirë bën Dirama sa opozita. Po kush janë zorat ato foto? Ja shikoj. Po më kush janë zorat? Ja shikoj. Pse janë ato foto? I humbi zgjedhjet me Sofonion Daçin e mori vulën ai atë. Pse janë ato foto vulën? Pse i kanë nxjerrë dama? Pse janë sa vit? Do të them janë nxorën kundërshtar të tipit të dëmtuar. Kjo është vërtet. Dhe nuk kanë ndonjë ndikim në ato zgjedhje se pra fitojnë. Dhe ai përdor ato se ka kushte për të shit. Dakor, kjo është vërtet. Një sekondë, se e tha e përdori këtë gjë për para fëmijëve. Manjan të lutem, se nuk e tha në një publik të rritur. Po është një publik minoret. Po fajna ka opozita. Kjo është logjika. Jo, kush ja ka nxjerrë këto? Relativizojmë gjërat. Bledi, tu e ka shqetësimin te relativizimi i çështjes. Se relativizojmë çdo gjë pra, se normalizojmë çdo gjë në çështje. Ka mundësi të lutem, ti vend gjërat në janë. Në qoftë se prezantimi fakteve publike quhet relativizim, quheni si doni, po ky është fakt. Cili fakt? Fakti që këtë foto nuk i kanë nxjerrë dama. Po jo të fakti, se kemi tek fotot. Është konsumuar. Një sekondë. Është konsumuar. Është konsumuar, kjo squat, ë? Opozita është konsumuar në Google pra. Tu ishim te një kryeministër që u drejtohet fëmijëve, googlojeni në Google. Jo, më as rriturve s'do të drejtohet. Edhe të rriturve, jo vetëm fëmijëve, po edhe të rriturve. Këtu jemi te kjo, jo tek se dolën fotot. Por ai e bën atë se keni ra ju në kurth. Dakor? Ju janë zorat ato foto, ti pra ju time të dëmtate. Dhe se po mbron të dëm pra tani. Kush ju më vlla? Ti. Bledi nuk ka ndonjë funksion Partia Demokratike Manjan. Po mbron Bëj atë që ti ke inat kur e bëjnë të tjerët me ty. Pra mos i vendos etiketa. Kredi qartë. Pozicioni edhe pozicioni im. Unë nuk kam pozicion, vëlla, nuk më rrot hiç për pozicion. Manjan, të lutem. Jo duket çfarë. Ja, kështu është çdo muhabeti. Po flasim për etikën, të paktën ta ruajmë etikën. Po patjetër pra. Unë nuk pranoj kurrën e kurrës dhe këtu nxefem.
të më tregoj dikush se çfarë duhet them. Po kush ta tha këtë? Sa po e the ti? Nuk të Këtë thash, s'ta pranoj. unë të thash, ti, vllati po vazhdo me të qenë apo zotin pozitë. qiell nuk të Unë mendoj që kjo nuk Kurrë është në kurrës. vërtetuar, unë mendoj që këtu Mendimi problemi është mendimi, është një fjala maskaraj ime është që kemi në ime. kryeministër. Frikë, ty, Manja, të lutem, qetëso, nuk të tha mos e thuaj. Mund të flasë Nuk të tha mos e thuaj. Ja do ja Do që ne që Po, dalim do thua, po, e kemi detyrimin të themi, jo më që ta dashur. Se kjo është tentativ për të mbyllur syt. Unë doj, qoftë se s'kam detyrim. Dëgjoj, Manja. Thjesht më marr kë merrem. Manja, pa dashur të marr unë anë në këtë debat. Manja, një sekondë të lutem më dëgjoj. Pa dashur të marr anë në këtë debat, por që Bledi ka një të drejtë që ne në këtë vend relativizojmë. Çdo gjë këtu ka të drejtë. Mund të relativizosh dhe ti me këtë. Jo, nuk e relativizoj. Se është thyer çdo gjë në normale në këtë vend. Dhe pastaj s'na bën më përshtypje asgjë. Dhe nga fotot mund kalojmë te faktet. Majani thot gjëra që kujton i relativizon. Jo, më thash se ti vazhdo sa opozitën tani. Por atë e di, po më do ta shohim çfarë. Po më shaj, stai mos e shaj. Cile gjë të shpika që se ke thënë? Sepse kur thonë më shave, do thotë se do gjë se ke thënë. Ti ke bërë këtë gjë. Unë mendoj se kjo nuk është nuk Qetësohemi pak. Po ti e bën, bëj emër do bëj do gjyq. Ora, po nuk marr linja ty më. Po s'po të them merrs me le, po them Nuk të dal Bledi, Manja, të lutem qetëso. Nuk të dal Bledi, as mos e thuaj as mos. Një konstatim bëri. Jo, as një konstatim, nuk lejohet fare zero. Si s'lejohet? Me personin tim jo. Pse? Atëherë do marrë përgjigjen. Po më jep Mora përgjigjen. Dëgjoj, e para njerë që të Çfarë është ky sqaroj muhabet? sepse shiko. Tërtër. Shiko, e para njerë, unë mundojmë që të konstatoj dhe të shpjegoj, nuk bëjmë gjykim moralist të gjërë. E para, e dytë. E para, thash, nuk ka shaba, madje thash, opozita për bën fushat racionale, me program, e tjera me radhë, tjetri po përdor sugjestionimin. Dhe thash, kjo lloj fushate po vret debatin demokratik dhe po vret demokracinë. Mi pra, për Bledin është më shumë se sa thjesht një vrarje debatit. Është më shqetësuese pra, përdorimi i këtij lloji fjalori nga ai që na qeveris prej 12 vitesh, do të qeverisë edhe 4 të tjerë. Unë thash që kjo dhe te shembulli që jep. I pari vend. Te për kam pra, te Ku e ka shqetësimin për? Është shembulli mirë dhe ne shfutojmë vëlla nga çfarë fushate po bën njëri, çfarë fushate po bën tjetri. Se Sali Berishës dhe nuk i shkon ai lloj fjalori dhe të dojta, po nuk i shkon. Nuk del dot nga statura që ka prej shtetarë. Çfarë ka lëvduese kur thua që Rama po bën një fushat bullizuese? Shifni ndonjë gjë lëvduese ju? Po kush e tha këtë më burr? Po ju thatë Se pra lëvdrin se Trumpi dhe ju po është lëvdrin Trumpi. Dhe po të them zotëri, Donald Trump në Amerikë, tani të lutem, ka bërë fushat bullizuese. Mirë, ne si jemi Amerika. Po mirë, unë e krahasova. A bullizonte Trumpi tani kundërshtarin Amerikë nga mëngjes deri në darkë. I thoshte ka rrjedhur, është i platur, flegjur. A është kështu apo jo? Po ky është fakti, po ka një gjë të fajin fakt tjetër. Dhe unë nuk thash që Rama ngjan me Trump. Po jo, pra ka një fakt tjetër. Unë thash në stil, metodologji. Përveç asaj kishte edhe premtime konkrete. Ky po sigurisht që kishte. Unë thash me nga komunikim. Po mirë, edhe Giorgia Meloni e bën këtë gjë. E bën edhe Viktor Orbani. Po Trumpi doli edhe në debat me kundërshtarin, natë të rrjedhurin që është Bideni. Ka pa një element se një fushat ka pa një element se një fushat ka disa element. Trump kishte edhe program ekonomik të qartë. Që këtu nuk ka ose po dakor, po thash në element ekonomik. Për këtë evidentime kam mendoj që është e rëndësishme. Të thash në raport me kundërshtarin politik. Po dhe kundërshtari dhe analizonte për dështimet ekonomike që kishte 4 vjet. Kundërshtarin e telendiste, por e telendiste po kishte, por ku e telendiste, në Amerikë. Nuk ta fal njëri vetëm bullizmin. Kush ta fal? Po nuk ta fal. Ai çfarë thoshte ai ka, ata vetëm nxinin pamjet e Bidenit që binte nga avioni, nuk kujtohet njëri, sot nuk u i bën gjykimin Trumpit se si e shau Fox News në Amerikë vetëm nxirte Bidenin duke rënë nga avioni. Shumë e vërtet. Por sot në Amerikë nuk analizohet Trumpi si e shau Bidenin, por si po dështon apo si po sukseson tek ato që ka premtuar në raport me ekonominë, me politikën e jashtme, me politikën e brendshme. Kjo është e rëndësishme. Dhe unë këtë them, hajde diskutojmë për këtë, se kjo është më rëndësishme. Për këtë saj të thash që pamja më shëmtuar për mua e kësaj fushate është ajo kënga e bufit atyre grave në kolonjë, që tallish na shu dhe bullizonën se qenë edhe lider në opozitës. Tani nuk di. Po kjo s'të duket e shëmtuar? Cila? Ti quash burra çryk, kundërshtarin politik, autik politik. Atë ajo e autizmit po. Ajo po, për mua është e dënueshme edhe. Këtu kërkojnë ndjes vet ai, po ndonjë institucion në Shqipëri nuk mund ngrit ama. Ajo për mua ama duhet të ngrihet. Mund tupes që sigurisht. Prandaj bëri përpaktheu. Ajo për mua. Për intervistës mund tupes, ajo prek sensibilitete, mos e pas reagim ai do vazhdon me atë.
Por duhet kemi parasysh një gjë, që prandaj thash që nuk është fenomen shqiptar. Ndiqini fushatat, përveç këtyre autizmit. Fakti që është vetëm fenomen shqiptar, kjo nuk justifikon faktin që ne në Shqipëri të ndjekim shembuj më të këqij të fushatave që zhvillojnë gjë. Se nëse po çmendet bota të paktën ajo e autizmit është dënueshme dhe për mua autoritetet audiovizive në Shqipëri për atë të autizmit duhet të reagonin. Madje ku di unë të vinin dhe gjobë, nuk e di se ku. Se prek sensibilitete të 10-100 familjeve në Shqipëri. Për të tjerat, nuk e di qamë sankcione që egzistojnë, prandaj po them kot. Kurse për të tjerat, gjua e fushatës është shumë e ashpër më dhe jashtë. I qojnë, i akuzojnë. E ashpër është një gjë. Bulizuese është diçka tjetër. Unë të them të se e ashpër janë dakord. Promovimi pornografisë, është akt kriminal, më burr. Promovimi pornografisë është akt kriminal. Është akt kriminal, më burr. A zoti Rama ka në dorë me autoritetet që ato foto ti hiqte, ti fshinte. Po jo vetëm që nuk e fshin, po përkundrazi e promovon. Pra ky njeri që ka në dorë të fshi TikTokun, pas ka harruar të fshi fotot e veta, për çai laj aty? Se nuk i thot do ta kepit, nuk i thot do ta ja kepit që ti fshi ato foto. Jo, sepse duhet binin gradë skillë me kogjit e tij. Po pra kjo është tema. Shiko, nuk është se edhe shiko. Itaj, një minutë ja pak fjalën Itaj, të se. Dakor, mos edhe gjua, prandaj po them unë në fushat, ndonjëherë te kalojnë termat dhe tani PD-ja Ramës çfarë si thot valla? Me kartel, kriminal, narkoman, narkoshtet. Po prej vitesh kjo histori. Nuk i ka dhënë ndonjë efekt të madh. Përveç se edhe kartelët nuk janë zori opozita, në fakt janë zorën mediat që soli ka mbështetje të vet. Përveç se ato që prekin sensibilitete shoqërore. Merobaze, po Merobaze që janë dhe Buke Berisha aty. S'ka rëndësi, po media ishte po ti themi që Ratrasiqan janë sa gjëra si që. Në rregull, po i duhet tash i prandaj. Kam përshtypjen se ja pra ku dalim te ajo që thot Bledi, që kur i duhet diçka. Po patjetër, po çfarë duhet të thotë? Çfarë duhet bëja ai tani? Duhet marrë vendime se çfarë do PD-ja? Ai më interesit mëne apo jo? E pra kjo është muhabeti. Ka vetë me këtë histori. Kam përshtypjen se nuk është ndjekur e plot fushata dhe takimet e zotit Rama. Takimet e tij janë paradita me inspektime në vendet ku janë nisur projektet, aty ai jep mesazhet për programin, ku flet konkretisht. Që në fakt kjo duket duhet të jetë krim zgjedhor në kuptimin të shkosh te inspektimet aty ku janë investimet e qeverisë. Periudhë zgjedhore ka raportuar Celibashi te ambasada gjermane te krim zgjedhor. Kam përshtypjen nuk është ndjekur e plot. Në momentin që më lejo ta them të plot. Nuk ka lidhje. Ta them unë, se nuk është ndjekur sepse nëse projekti ka nisur para asaj, ai mund ta promovoj sa do. Tani, gjatë paraditës, drekës, Rama shkon aty ku janë veprat publike, bën inspektive dhe jep vetëm mesazhe që janë programore. Pas dite kur janë, pra është një regjistër, janë dy regjistra. Regjistri teknik është dhe regjistri provokativ në stilin e tij, edhe me këto element që edhe për mua nuk është se janë të mira për të dëgjuar, po janë në stilin e tij. Por nuk është e vërtetë që nuk flitet për programin. E vetmja gjë që zoti Rama bën është për programin dhe për elemente konkret që lidhen edhe me vimin e 4 viteve që vinë në programin që ka Partia Socialiste, ai e bën ka zgjedhur ta bëjë gjatë paraditës dhe drekës. Në takimet që ka me gratë, takimet që ka pastaj në pallatet e sporteve me publik të gjerë, nuk futet në elementet që kanë të bëjnë me teknicitetin e programit, por futet tek show. Futet tek show, futet te fjalë qyri, kthojeni të dashurit, nëse është me PD-n, ktheni të votojnë për PD-n. Po lërini të dashurit nëse votojnë PD-n. Është tek elementi i show-ut. Pra është një ndërthurje, po ta shikosh. Është një ndërthurje dhe me sa shikoj unë, pjesa më e madhe e opinionit publik nuk e ndjek, ose ndjek shumë pak. Dhe me të drejtë, pjesa teknike është pjesa më e lodhshme që të ndjekësh një politikan që flet për shifra. Sa rrugë janë bërë, sa rrugë do bëhen, sa kilometra, jo projekti aty, projekti këtu. Mirë, politikanët kërkojnë kë për video, apo kërkojnë vota? Ajo që është sensacioni ndiqet më shumë me sa po kuptojnë. Dhe Rama është duke bërë të dyja. Liderat e mëdhenj e Rama është duke bërë të dyja, por është në dy regjistra. Mos ta ngatrojmë. Pra është të dyja, por fakti që bën më shumë. E kuptoj që na për qytetarët është më e vështirë të dëgjosh një program. Atë të tërheqi kjo. Po është ajo që thot Iliazaj, liderët edhe Nesi Media. Ne duhet ta edukojmë qytetarin. Jo ti shkojmë ne për shtat. Asaj që kërkojnë qytetarët. Është duke i bërë të dyja. Se masa. Dgjoj, është duke i bërë të dyja, nuk po i mungon as elementi tjetër. Thjesht njerëzit, ndoshta për shkak të angazhimeve të tyre, përfshirë paneli me sa pa shumë, nuk e kanë ndjekur. Unë për shkak se ne i japim edhe live elementet, i ndjekim pak më shumë. Dhe shikoj që flitet, po ta ndash në përqindje, 70% është program.
30% është gallat. Çfarë thumë? Dhe 30% që bën më shumë jehon se sa pjesa e programit. Pramën Po të futesh hitaj. para dite, drejt ta ndjekësh inspektimet e tjera, flitet vetëm për program, nuk ka batuta. Cilin program? Po programin që ka. Programet e projekteve që janë Programin në për ngojmë. ekonominë, për infrastrukturën, mirë, shëndetësinë, arsimin, rendin, takimet që bën me grupet e interesit, Cilat? me biznesin, për taksa, për tjetrën. Po cilat më? Po të gjitha Cilat më thuj një që ka ngel mendje. Ça premto për taksat? Për taksat vimësi të programit që ka, taksa progresive, do të jetë e njëjtë, dividendin që zoti Berisha ngatroi do jetë për kapitalin në 7%. Aty ke halli se ngatroi Berisha. Po jo, mos e kam hallin aty. Po dhe ka një element dhe pjesa tjetër. Po se halli dividend, halli pasonarëve është. Gjithë fushata tjetë bazuar në seriozitet. Po le se shohim të dy njëra gjëra të shiu dhe sepse kemi bërë një audiencë e cila e do dhe batutën, e do dhe stilin, do dhe të qeshi. Ka dhe elementet e shohut fushata politike. A duhet jetë kjo e gjitha kështu? Po nuk duhet jetë. Por a ka më shumë, Po kjo, më shikoni mua nu, do shohësh kjo vëlla? Ko tregon që jeni optik shohësh kjo? Çfarë mund t'i thuash? Jeni qyri, kishte shohësh kjo? Një pyetje të kam për ju. Dakord, mirë Shau Saliu, se Saliu po. Nuk jam dakord. Unë jam dakord, po ka një element që refuzon. Dgjoj, ka një element që refuzon. Çfarë profesor, çfarë ty? Ndoshta ti që them unë. Çfarë thon ai e babati kur Gjoxhi kryeministri thotë fëmijëve, ti mendon që fëmijët e mi do t'i lë të shikojnë kryeministrin? Ore, po është në internet çdo gjë sot o Arbër. Po jo, është në internet çdo gjë sot o bë. Sondazhet fjala më e kërkuar, direkt ishte Tirana Manuto. Ja sa ti do shkojmë te sondazhet. Sondazhet tregojnë që kjo është një gjë që i shkon për shtat zotit Rama. Kështu që zotin ja lut. Dhe fakti që e bën nuk është një gjë spontane a priori. Mi prej ka studiuar, dakor. Mos harroni një gjë. Është në teoritë e komunikimit, është përcaktimi, e kam thënë disa herë dhe do ta them, meqense kam në test të doktoraturës time të komunikimit, përcaktimi i agjendës së debatit publik. Pra Rama, po të lexosh, mjafton disa teori të thjeshta të komunikimit, e gjente të gjitha teoritë e komunikimit. Ndoshta jo të mënyra dhe të gjuha që përdor, por e gjen sepse përcaktohet agjenda e debatit publik. U kthye në fushat dhe në diskutim në pothuajse gjitha mediat debati që pati Rama me Venozin. Tani këtë bën se është jafta i me këto që thonë, apo se ka kapur median tërsi? Ndoshta dëgjon ekspertët. Ata ekspertët nuk besoj që ai i lexon vetë. Unë besoj që dëgjon ekspertët që ka pranë vetes. Dhe ekspertët se është eksperti vet, po unë besoj që dëgjon. Kjo që thotë Iliazi. Unë besoj që dëgjon sepse të gjitha teoritë e komunikimit e gjen pjesën më të madhe të diskursit dhe të sjelljes që ka zoti Rama me kamerat. Nuk e gjen shumë tek opozita. Dhe fakti që e gjen do thotë që ai nuk është gjeni. Unë nuk besoj që ai është gjeni, është mbi njerëzor. Jo. Unë besoj që ai ata ekspertë që ka mirë ka qenë edhe është ai drejt po mesazhit që publicisti. Po nuk është publicist qirik. Këtu dalim se edhe Bledi tani nuk ndërzua. Nuk është publicisti. Po primë të komplimentat në Ramën. Dolëm nga kritikat e gjithë qyteti mos e ka Bledi pas e kur thotë që këtu nuk është kemi vënë dyshim tani që të ndaqemi edhe nga këto që dëgjojmë. Nuk është pak e tepër, po. Kjo është media më kjo është një fjalë keywords e cila ngjit në gjem pa bën, gjem pa bën. Po pra. Kaç, marrë historia. Një fjalë e dur që ai gjen tek njerëzit. Dhe thon si e tha, pse e tha, hyn debatet njerëzit pastaj rrjetet sociale. Por për mua është shumë e studiuar. Nuk është një gjë spontane, absolutisht jo. A e falin shqiptarët këtë lloj pavarësisht se që ka studiuar? Ata votojnë, e duan, për shtypje apo duket sikur po shohin portokalli dhe kënaqen. Po shikoj një të qeshur, ne po flasim ta erla shiko, ta impostojnë pak debat, ne po flasim çfarë është e drejtë dhe çfarë është e gabuar, apo çfarë është efikase dhe çfarë nuk është efikase. Se nëse flasim çfarë është e drejtë dhe çfarë është e gabuar, është tjetër diskutim, çfarë është efikase në fushat dhe çfarë nuk është efikase, është tjetër diskutim. Se të ndajmë tani, e kupton se o do bëjmë, o do themi çfarë është e drejtë, çfarë është e moralshme, ose çfarë është efikase dhe çfarë është nuk efikase. Janë dy komplet, do t'i themi edhe të dyja. Se kam një pyetje tash. Me pa foto e kështu porno është pa moralshme? Manjat, këtu s'ka lidhje fare krahasimi që ti po bën tani, që mos të kalojmë të diskutojmë. Ka kështu me pin bile ta nxjerrin televizor aty të kënaqur. Ajo është një tjetër. Angela Merkel ka patur foto në rrjetet sociale, në internet, nudo,
kur ishte në rinin e saj me partinë e vetë. Në fakt, Dhe a pati në krahasuar ndikim, nuk është se është më i flasim bukur për njëri një apo ata tjetri, femër, ma janë. kush? O, bo, janë të dy, po ta Flasim për marrë. një elektorat, flasim për një elektorat, Angela të merë tani. flasim për një elektorat, që ishte Angela, elektorat i mamaja emancipuar. krokodilit, le tani që më vete bë. Flasim për një elektorat gjerman, elektorat i emancipuar, elektorat i kulturuar, i cili dhe partit, po themi nacionaliste, nuk i këse i ka dashur dhe i ka votuar deri në zgjedhjet e kaluara. Dhe pati ndonjë efekt dhe aty në të kundërt jo. Njerëzit nuk e ngatruan jetën private me jetën politike. Mirë. Kaq. Po pra Tjetër ne gjë është kemi të 4 kapin- ditë që po Ja. flasim për foton ndërkohë. Një sekond. Katër Jo, ditë. po flasim për foton, Si jo, po nuk jam te fotot. Si po për çfarë Në po fakt, flasim? nëse Po flasim për diskutoj atë integrimin moment, e BE-s-në diskutoj këtu, jo, s'po teksa flasim për kryeministri nga opozita, që shikoj Xhmerama e tjerë, edhe pa filloi kërkojeni në debati. Google Photos. Nuk e kam tek foto, Ka unë vetë 3 foton e kam ditë- parë, 3 ditë baj që më në të media- fushatën, Të që lutem, nuk të ndikoj lutem. fare tek Ka 3 përkundrazi. ditë që Madje fitoi diskuton ministri në Vota, fitore, po, kur dakor, doli fitore. nga Po, Udashi, po, vazhdoi po, gjatë. Ka 3 sigurisht. ditë 3 ditë që flitet Po, për kjo këtë është histori çështje. tjetër. Ka 3 ditë që Është histori flitet për tjetër, këtë foto. çështje Erla. Nuk Është ishte tek jo. eficienca pra që thot Ishim ai. tek, Ai mendon që është eficiente ajo. Tani ç'të Mirë, themi, mirë, e kuptoj që ju e ç'a komenti ti relativizoni. bën? Po nuk e bëjmë relativizoj. Nuk është e drejtë, pra nuk është e drejtë. Jo, më edhe Nuk drejta jam subjektive, dakord, mos është drejt për ty, po jo po për jam mua. dakord. Po në rregull, pra Parimisht, sigurisht që moralisht, Edhe është drejta, dhe morali është subjektiv, mos secili ka A dy. Sigurisht, dëmtojnë po Bledi, sipas para se meje, të shkojnë në thash. reklama, a dëmton në fushat kjo lloj gjuhe, a do ja falin shqiptarët apo s'u bën përshtypje fare? Shiko, mendoj fort që nëse këtu ka zgjedhje normale, të pandiktuara dhe të Se pagërbitur për siç autizmin kanë. politik u reagua fort, të paktën me sa pash. U reagua se reagoi vetë ai. Pa për këta institucionet e Jo, gjëra që institucionet merren. jo, po flas për rrjetet sociale dhe për komentet e Këto njerëzve. pocaqira tipit avokati i popullit, këto organizatat e OJF-ve maskarin. Këto duhet të shqetësojnë ty manjan në fakt. Jo, digniteti i Dumanit edhe i Çelës që shkon te ambasada gjermane. Dignitetin e institucioneve tona po. S'ka mos i punë me Jo ngjyrë. që dal, jo tek ata që dalin në zyra për të bërë një takim në një vend tjetër, se ata që rrinë në zyrë dhe s'bëjnë punën që duhet bëjnë. Jo, nuk paguaj taksa për Kemi ngjyrë. një Po paguaj taksa për atë ka Dumanit. 2 vjet që është jashtë mandatit, për shembull, s'fletoj fare. Heshtje totale. Këto organizatat shtyhet sa OJF që më marrin miliona nga BE-ja. Ju pret, Zero, apo e kanë heshtje fare. Ndërkohë që ju mbyllën projektet e tyre tash këto kohë, u gje ku shkuan kandidata. Ti ke Partia Socialiste. E kupton? Pra, deri dje i mbanin këto tuajt në bukë, tani do t'i mbajmë dhe neve. Kjo është ironia e Shqipërisë edhe reagimit. Mirë, do ta shohim se sa efektshme është kjo strategji e kësaj fushate. Shkojmë në reklama, ndalemi tek barometri, pjesën e fundit.